U rikëthyëm kështu bashkë në studio dhe si që paralajmërova më herët, sot do të flasim për futbollin vendor dhe për sezonën e re. Sa jemi gati për fillimin e një sezone të re, sa i kemi kushtet të duhura e shumë çka tjetër, do të flasim bashkë në studio me trajnerin Fatmir Zhdrella. Mirëmëngjesi edhe mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, kënaqësi gjithmonë ime atje jam këtu. Kënaqësia jona po ashtu, edhe Endret Jasharin, kolegu nga televizionit të Shtat dhe Gazeta Ekspres. Mirëmëngjesi Endret, është kënaqësi si çdo të premtë të kemi këtu në studio dhe të flasim për futbollin gjërëgjat. Me ty ndonë se flasim edhe për futbollin botror, e mirë po kësa herë do të ndalim me kryesisht futbolli vendor, edhe sezona e re, po e nis me ju. Fatmir, sa realisht jemi gati për fillimin e një sezone të re sa i përket sportit në Kosovë, me tekst veçantë futbollit, me që edhe je trajner futbolli? Mendoj që skuadrat kanë filluar qysh herët përgatitet me përjashtim disa që veç jenë ditur, për shkak problemeve që po hasin, por ne ndoshta do të mi marrë gjithmonë ondë pozitive, mos të merremi vetëm me problemet. Ondë pozitive dihet tash është suksesi i Dritës në Evropë, e ajo është veç skuadër që nuk ka pushuar fare, dhe është jo rastësisht, sidomos me fitoren dje Bince 5-0, që është një rekord në vete i futbollit i Dritës në këtë rast, një për fitoreve më të thella në historisë saj në Evropë. Kurse edhe skuadra tjera shihet që janë përgatitur, do se ka qaluar Drenica edhe Vushtria me vonesa, por tash bara e përgjithësisë i bën se cilës skuadër se si kanë synimet. Në rast se i kanë synimet për ta kapur Evropën, mos duhet të jenë të përgatitura qysh me kohë. Po në përgjithësi shihet që stinuri apo sezona e verës më lehtë përgatiten skuadrat, edhe tregu është më i madh pastaj edhe për transferime. Kështu që besoj që do të jetë një nismë e mbar ky vit. Endret, çka pret ti prej kësaj sezone? Pret një ndryshim diçka për dallim prej sezonës së kaluar? Ndryshim sa i përket ekipeve ndoshta që kanë me luftu për titull, kanë me kon prapë që ato të njëjtat, sidomos Drita është tu bën një performancë fantastike në Evropë, dje siguroi kualifikimin në fazën e play-offit të Ligës së Konferencës, edhe shumë lehtë mund të sigurojë fazën e Ligës për shkak se përballet me ekipin Inter de Skaldes, një ekip që nuk është nivel më i madh se i Drita, domethënë Drita ka kualitet më shumë edhe mundet me kalu tutje, edhe përfitimet financiare që ka pas deri çtashë që mundet mi pas nëse siguron fazën e ligës, padyshim që ja vojnë një farë diferencë prej skuadrave tjera, edhe e ka edhe përbërjen e lojtarëve, ka ndoshta më të mirë Drita Ballkani, besoj që edhe Gjilani kanë bën një ekip kogja të mirë, besoj që ka me konë për skuadrave që kanë me luftu për titullin e kampionit, e përmendi trajneri Drenicën edhe Vushtrinë, sidomos Vushtria që ka nisë jashtëzakonisht vonë përgatitjet e saj për Superligën e Kosovës, patën disa probleme financiare, probleme të brendshme, skuadrës, madje edhe trajnerit Armen Dallku u largua, edhe më pas edhe pati reagime prej anës tij edhe në studio televizive, më pas reagime edhe prej Vushtrisë përmes komunikatave për media, po i ka po të transferime interesante Vushtria, për shembull dje njoftoi Kim Sané, vllai Leroy Sané, se nuk gaboj është, një lojtar kogja që fillimet e tij ka pas kogja në ekipe, në grup mosha të ekipeve kogja të njohura në Gjermani, po mbetet më pas sa kanë pas mundësi me u komponu ekipi për shkak se edhe prurje shumë në skuadër trajneri edhe më mirë, që është jashtëzakonisht e vështirë me u komponu edhe Vyn kohë. Po, vyn kohë kogja shumë, edhe të e pas parasysh që Vushtria ka një oror kogja të gjeshëm qysh start, me ekipe shumë forta që kanë më përball. Shtok stoj faktin edhe që nuk kam i lu ndeshjet e saja në stadiumin Ferki Alio, pro ndeshjet kam i zhvillu në Hajvali, pro ndeshjet e saj si vendas, kjo do të jetë po ashtu një minus i madh për skuadrën nga Vushtria. Pas parasysh Drita, veç se është ndoshta ndër klubet më të mira në Europë, përmendet Ballkani dhe disa klube tjera, si mendon futbolli kosovar është në drejtimin e duhur? Po i futbolli është një lloj maratoni, nuk përfundon, thuaj se suksese apo të mirat nuk përfundojnë kur, por duhet jemi korrekt që 2 vite Ballkani ishte në grupe, viti pastaj ishte Drita, tash po vjen prapë rrodha Dritës, kjo tregon që jemi në ngritje gjithmonë. Normalisht ka vite kur ka
mujnë me pas disbalans, por përgjithësi shihet që ka një ngritje. Edhe ky vit pritet jetë interesant, mos të harrojmë faktin edhe për forcimet e Prishtinës, sepse edhe Prishtina. Një gjë do e kisha cek, e mirë që pritet të ndodhë këtë stinor, është që Federata e Futbollit Kosovës i ka marrë përsipër vendosjen e reflektorëve në 3 stadiume, në Gjilan, aty ku luan Drita dhe Gjilani Vendas, në Klin Dugagjini dhe në Drenic, në Skënderaj ku luan Drenica, dhe automatikisht edhe stadioni Fadil Vukri, pritet që 5 skuadra vendase, brenda ndoshta 1 muaj gjys, Prishtina ashtu kështu luan mbrëmje, që komplet thuaj se Superliga gradualisht filloi të zhvendoset në ndeshjet e mbrëmjes, e kjo do të jetë një bonus i madh për tifozët, sepse ne e shohim sot fillon Superliga, në ora 4:30 është ditë pune dhe mos pret që do të ketë shumë tifoz kur është ditë e punës. E aq më pak kur është edhe mesi i ditës. Prandaj ky do të jetë një risi këtë stinor që besoj që do të sjell shikueshmëri shumë. Sidomos kur është fjala kur luan Drita në mbrëmje për shembull apo Gjilani, do të jetë atraktive për tifoz. Sa përket infrastrukturës, ndoshta ky është një investim i ri, do të thoja edhe një mundësi shumë e mirë. Edhe i duhur, po ashtu për sportistët edhe për tifozët, ndërsa në anën tjetër, ndoshta kemi shpesh edhe mungesë të fushave, mungesë të sallave, sa e pengon do të thoja kjo zhvillimin e futbollit në përgjithësi në vendin tonë? Këtu duhet jemi kritik, si edhe ndaj vetës tonë, por edhe ndaj udhëheqësisë shtetërore që investimet në sport mos them zero, po kanë qenë për çdo kritik. Pak është investuar në sport, shumë pak. Sidomos këto vitet e fundit, nuk duhet të jemi korrekt edhe me në vetën tonë. Edhe ne sportistët jemi qytetarë këtij vendi, edhe ne meritojmë investime në sport, sepse ata fëmijën e ardhmja jonë. Në anën tjetër duhet t'u ofrohet një komoditet, sepse kur po kemi ndeshje të rëndësisë së lartë, me të vërtet po hasim në këto probleme, shpesh duhet jemi falenderues edhe ndaj UEFA-s, sepse ndeshjet e Evropës janë luajtur edhe në kampin nacional në Hajvali, ku është në ndërtim e sipër, është ende kanë tjerë ndërtime dhe UEFA i ka mbyllur syt që të na lejoj 2-3 ndeshje të zhvillohen, po duhet jemi korrekt, nuk lejohet bagera të punu rreth stadiumit e ti duke zhvilluar ndeshje. Ndeshje të UEFA-s. Duhet mos të ecim me hapin e breshkës. Megjithatë, është për të vlerësuar fakti që UEFA më herët i ka mbyllë syt, edhe na e ka leju që me zhvillu ndeshje edhe në Hajvali, ndoshta me një infrastrukturë akoma të zhvilluar mirë edhe të përshtatshme për sportistët. E vërtet. Ndrejt për perspektives tënde si gazetar, se e shek to, se pas parasysh që je gazetar, mirë po ti shumë i lidhur me futbollin, edhe kom përshtypjen që kemi një mendim pak ma subjektiv emocional sa i përket kësaj pjese. Fortes e vërtet infrastruktura është lëm për dëshiru. Shumë për dëshiru. Na kemi stadiumin Adem Jashari Mitrovic që tash sa vite është në NVM edhe hala, domethënë kur gjë nuk është investuar. Ato e kemi stadiumin e Gjilanit që sa vjet, domethënë ajo bo si ai seriali që u thonë në vitrinat. Domethënë u zgot tepër shumë. Kemi stadiume tjera, domethënë në Haloj kemi lojë që zhvillohen në stadiume me bari sintetik, domethënë në Kosovë është ma bio na ma. është gjëna. Hiç më lart shkojna në Shqipni ku I kemi 4-5 stadiume që I plotësojnë kriteret e UEFA-s, domethënë. Rogozhina, Egnatia ka bërë dje një hap po e ndërlidhi kërkoj mirë kuptim. Është kur të shiqosh është ndoshta më e vogël se Malisheva me qytet. Ka një super stadium me 4000 ulse, po është një stadium që I plotëson kriteret krejt UEFA-s. Domthonë nuk është njerëzit e kanë keq kuptuar nga një ndërtimin e stadiumit, nuk lidhet ai nxen 20000 tifoz. Ti mundesh me marru super stadion edhe me 3000 tifoz, por duhet I ketë kushtet krejt, çka I nevojiten. Shqipëria në këtë rast ka ecë jashtëzakonisht shumë. Jashtëzakonisht. Sa është e gatshme me krejt të kushtet që të prodhojmë talent të ri, qoftë edhe të nivelit ndërkombëtar. Talenta prodhojna, Fortese dojna. Me kam përshtypjen se kemi në gjak, megjithatë me këto kushte ndoshta edhe pse me këto kushte po ecëm. Edhe pse kushtet jo të mira, po për një me ka interes tepër të madh.
A pritet që klubet tona me garu me një, nejse faktikisht dritën e kemi me nivel ndërkombëtar? E kena vendosur një varë standardi Fortesë mo tash në fazën e Se ndoshta para disa viteve nuk u bëni gjë e tilla se mendume, ose kena menduar që ka më ndodhur shumë larg. Me zë tha drita na e dëshmoj të kundërtën. Tash jemi afru disi edhe kjo tregon që ambicet zakonisht vinë edhe jo duke u ngopur, po duke ushtu. Edhe kjo tregon që ne kemi ego për sukses. Unë do e kisha përmend një fakt sepse e përmendet a keni talent. Besoni ajo, në ndeshjen e Euro 2016, Shqipëri-Zvicër, kanë luajt 11 futbollista nga Kosova. Për 2 kombëtarët në Evropë. Domthonë është tregon që na në gjene e dojna futbollin edhe kena shumë ego për të arritë diçka. Kjo e shoh shumë pozitive. Edhe jemi tifozat flakt. Përveç tifozëve e kemi një lloj. Luajmë futboll fare, unë që s'kam haver për futbollin. Apet e simpatizon. Kjo tregon që jena në një ecurit mirë. Mos të harrojmë edhe një fakt tjetër, në ndeshjen Kosovë-Turqi në play-off, nga 26 futbollistë për zgjedhur nga FUDA, 13 ka qenë lindë rrit në Kosovë. Domthonë kanë dalë nga gjysa e skuadrës. Kjo është tregon që punohet pavarësisht vështirësive, edhe kushteve që e përmend edhe Ndriti, sepse bori sintetik i ka të mirat e veta, se unë jam një farë tipi që i shiqoj çdo gjë në mënyrë detale. Për shembull, klima që është në Kosovë, nuk ta janë me pas fushat natyrale edhe për stërvitje. Këto e kemi problem, se shpesh do bjen shi dhe nëse bjen shi ti një javë ditë s'mund të shtran aty. Por fushat sintetike duhet jenë më kualitative. Më kualitative, kjo mbetet shihet në tarmë sepse janë edhe të shtrejta, po ato janë material shpenzuese, duhet të ndrohen, jo punohet 10 vite veç në një fushë derisa të bjen zero. E vërtet mos me ndru. Po në përgjithësi Fortesë ka tash po kthejnë atë fillim të ajo pyetja që e bone si vjet presë me pas një sezon kogja të fort, edhe kogja konkuruz, domethënë i kemi një 4-5 ekipe që kanë me luftu për titulle për Evropë. Sipas menimit tem ka me pas Drenica, Vushtria, nashta edhe Dugagjini, edhe Ferronikeli. Edhe Ferronikeli që kanë me luftu për mbjetesë, pro ka me pas një varë ndarje në ligë për ekipet që kanë me luftu për pjesën e lartë edhe ato për mbjetesë. Po tek shyrëm interesant është edhe Liga e Poshtë, që ka shumë ekipe të mira që kanë me luftu me siguru promovimin në Super League. Edhe për fund kam një pyetje specifikisht për ty Endret, pas parasysh që je fan si madh i volejbollit, po ashtu je edhe trajner. Lojtar aktiv në kohë, e tash... Qysh e sheh krejt këtë pej perspektives tënde? Qysh po zhvillohet sa i përket volejbollit në vendin tonë? Çka përret më shumë, ose si do ishte dëshira jote që me kon në cilin nivel volejbolli në vendin tonë? Për një me futbolli, tash pagat që janë futboll, tash e një kohë janë kogja të mira. Janë jashtëzakonisht. Du mi me thonë që janë kogja të mira. E njëjtë ka fillu edhe më bo edhe në sportet tjera, edhe kjo është një sen shumë i mirë. Do më thonë, ka paga volejbolista në Kosovë, tash që marrin pagë, bi 1.000 euro, bi 2.000 euro, edhe kjo për një me është pozitive. është shumë pozitive. Ka fillu me unrej shkushet kogja mirë, edhe palestrat sportive, për dallim prej fushave të futbollit, janë nivel kogja të kënaqshëm. Po. Edhe përveç në Gjilan, për shembull Drita, në basketbol e siguroj promovime në Superligën e basketbollit, edhe njëna prej arsyeve që nuk u licencu prej Federatës basketbollit dhe met në ligën e parë, ka qenë mungesa e një palestrës, përveç në Gjilan. Gjilani po ka problem edhe me futboll edhe basketboll. Fatkisisht, me si zora qore, Gjilani, stadion futbollit, jo basketit. është për të ardhur keq, se ne jemi shqiptarët Kosovës krejt, por me të vërtet, kanë me si të harum. E vërtet, Gjilani. Fatkeqësisht, është... Gjilani edhe me palestrë edhe me fush futbollit kogja keq. Po në përgjithësi, Fortesë domthonjë edhe tash edhe ekipet kombëtare të volejbollit tash kanë marrë pjesë këtë lojrat mesatare në Taranto,
edhe janë të shku të u bo nivel më i lartë, ka pas shumë lojtar edhe lojtarë në volejboll që kanë siguru transferime në ligat e tjera, madje i fundit Erjan Bajrami, një në volejbollistëve më të mirë kosovar, është në Bundesligën e Gjermanisë. Ka siguru transferim një në ligave më të forta të volejbollit në Evropë. Po ecëm kohë mirë. Po më pëlqen krejt optimizmi juaj që e datë për brenda kësaj bisede në studio, edhe nuk pat shumë kritika sa i përket sportit. Kështu që është gjë e mirë, po besoj që me këtë optimizëm tu vazhdu edhe pse jo i mbrim ndoshta ato nivelet që i kemi ndruar në jetën, a? Është e rëndësishme me po jetën bardh, mos mi pos gjonat veç konteksti negativ, sepse jemi mush tisi mlef edhe çdo gjë që quajmë zi nuk është ashtu. Fatmirësisht kemi ecë, por normalisht që jo ku ne dëshirojmë, ideja është që ndoshta edhe ne jemi pak të ngutë shumë. Dëshirojmë shumë shpejt të arrijmë gjitha. Shumë shpejt në atë. Unë ju falenderoj shumë që gjetët ku me arë sot në #Gjezi edhe me bashkëbisedu për sportin, që e kemi një bukur ndjeshme, një pikë ndjeshme kështu në shoqërinë tonë. E vërtet. Është një lloj shfryrje emocionesh, prandaj është i bukur. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi edhe një herë, vazhdojmë